Gazetari Nikol Lesi, i ftuar në një studio televizive, foli edhe sa i takon ndërhyrjes së SPAK për të goditur fenomenin e blerjes së votës. Lesi deklaroi se SPAK ka mbajtur shënim disa emra dhe theksoi se së shpejti një emër shumë i njohur do të bëhet kurban. Pjesë nga intervista. Në zgjedhje hyri në lojë SPAK, si u duk. Lesi: unë mendoj që SPAK ka mbledhur fakte, ka nxjerrë disa indicje, disa arrestime në Kukës, në Fier, në Shkodër, kontrolle, por do të vazhdoj përsëri. Unë e di me informacionet e mia të pranueshme të kufizuara që do të ketë pak spektakël në ditët në vazhdim, sepse kanë mbledh dosje, incizime, nga të gjitha kampet besoj që do të ketë ngjarje. Flitet për emra? Lesi: mos më kërko më tepër, se ky është informacion konfidencial. Di që SPAK do të bëj shembull një X që të mos guxoj njeri më në zgjedhjet e tjera që të shpërndaj para. Do të bëhet shembull që nesër pas nesër të kthehet frika dhe të bëhet ligj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.